Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku sot për të ardhur pranë jush me një histori shumë tronditse. Me një histori që në fakt ka çuar në këmbë të gjithë artdashësit e këngëtares të madhe turke Gülli Tut. Një këngëtare e cila ka pasionuar botën me këngët e saj të bukura të dashurisë, një artiste që sa herë ngjiteshte në sken artin e ndjente shpirtrisht, do me thënë këngën që e këndonte, e qante, e vajtonte dhe lotonte kur të gjithë njerëzit, kur të gjithë fansat e saj këndonin bashkë me të. Ka 2 ditë që në fakt kjo artiste e madhe, kjo ikone muzikës turke, po përflitet në media turke për vetë vrasje. Ekziston një video, po duke ruajtur etikën e artistes në fjalën e nuk mund ta postojmë videon se përmban edhe momente të rënda dramatike, ekziston një video ku Gylli del nga tualeti, e veshur me një fustan të gjelbërt, të gjatë deri në fund të këmbëve, thëret emrin e vajzës së saj në një apartament në një lagje në qytetin ku ajo ka jetuar në katin e fundit të këtij apartamenti, kthen kokën në anë të djathtë duke shikuar për tek dhoma kryesore, pasi që fatkeqësisht apo fatmirësisht në këtë rast kamerat kanë qenë të instaluara brenda apartamentit ku Gylli ka jetuar, do me thënë kamerë ka patur dera hyrjes, por kamerat kanë qenë të pozicionuara edhe brenda në shtëpi. Dhe më pas në mënyrë të fshehur vrapon drejt dhomës ku është edhe porta e madhe ku Gylli edhe është hedhur, do me thënë të gjithë dyshojnë se mund tjetë një vetë vrasje e Gylli, ku më pas do me thënë vajza e saj edhe djali vrapojnë me bërtima të mëdha drejt koridorit për të zbritur poshtë dhe për të parë nënën e tyre dhe kufomën. Por, dyshimet kanë nisur rreth fëmijëve të saj, në fakt më së shumti rreth djalit, sepse po shikojnë nëpër të gjitha mediat turke, djali është më në fokus, sepse djali ka vrapuar deri tek shkallët e komshive, ka trokitur në derën e komshisë i cili ka qenë afër me apartamentin e artistes së madhe turke, dhe më pas do me thënë është kthyer përsëri për në shtëpi duke mos shkuar me një herë poshtë pranë kufomës. Dhe kamerat e regjistrimit kanë vënë në pikpyetje se a është vetvrar vet artistja e madhe apo është një vrasje e cila ka ndodhur nga fëmijët e saj, që në fakt më së shumti realisht dyshohet edhe djali, pasi që bëhet fjalë se artistja në fjalë ka patur një pasuri të mirë konsiderueshme në konton e saj, ku ndoshta djali e ka bërë për hir të pasurisë. Do me thënë janë të gjitha të pazyrtarizuara, janë dyshime, po duke njohur policinë turke, duke u bazuar nga rasti Narin Guran, vajzës 8 vjeçare, e cila u ekzekutua nga xhaxha i saj, nga nëna e saj, nga vllau i saj në Tafshan Tepe, do me thënë një zonë e Diyarbakir, është një temë që unë kam trajtuar pafund, duke njohur se si xhandarmeria turke dhe policia turke, por njëkohësisht edhe prokurori e bën punën duke u marrur me detajet më të vogla. Besoj që mimikat, mënyra e lëvizjeve e ka bërë që shteti të dyshon edhe tek djali apo tek vajza që mund të kenë kryer vrasjen e nënës së tyre dhe nuk është një vetvrasje. Gylli me emrin e saj të lindjes Gül Tut ishte një nga zërat më të veçantë të muzikës turke. E njohur për stilin e saj arabesk dhe romani, ajo arriti të prekte shpirtin e publikut me këngë të mbushura dhe me emocione shumë të forta. Karriera e saj nisi herët rreth vitit 1988, kur ishte vetëm 15 vjeçare, dhe shumë shpejt arriti famën të gjerë në vitet e 90-ta, duke u bërë një prej ikonave të muzikës së kohës. Zëri i saj i thellë, i pasur dhe i mbushur me dhimbje ndjenjë i dha asaj vendin që meritonte në zemrat e mira adhuruesve. Por jeta e saj mori një kthes të dhimbshme ku më 26 shtator të vitit të 2025, kur lajmet për vdekjen e saj tronditën të gjithë Turqinë dhe të gjithë botën, por njëkohësisht edhe komunitetin artistik.
Si ndodhi ngjarja fatale, do të thënë këtë që unë që parë isha duke ua shpjeguar pak në mënyrë të detajuar atë video që realisht ekziston nëpër TikTok, nga që media turke janë pak më të zëshme, janë pak më të fuqishme në raste të këtilla dhe kanë publikuar video nga ky rast. Në orët e para të mëngjesit rreth orës, konkretisht duke u bazuar tek kamera e regjistrimit që ka regjistruar nga shtëpia e zonjës Gylli, domethënë nga shtëpia e artistes së madhe, ka qenë 1:28 minuta, ndërsa zonja Gylli nga jashtë ka ardhur në orën 1:26 minuta, duke hyrë në shtëpi, duke hequr xhupin, duke hyrë në tualet dhe prej tualetit ka mbyllur dritën, dhe ka qenë punë sekondi hyrja dhe dalja në tualet për të vrapuar dhe për të përfunduar e vdekur. Gylli ndodhej në apartamentin e saj, do me thënë Çinarçik, një lagje e qetë e provincës Yalova. Ajo jetonte në një ndërtesë shumë katëshe, ndërtesa ishte një ndërtesë e bardhë dhe bukur dhe tepër mirë e investuar, dhe atë natë, sipas raporteve që qëndronte në balkonin e katit të 6 së bashku me vajzën e saj dhe një mikesh, atmosfera ndonse e vonshme, nuk kishte asgjë të pazakontë derisa në këtë mes ndodhi edhe tragjedia. Sipas disa burimeve, këngëtarja mund të ketë humbur ndjenjat papritur dhe ka rënë nga balkoni duke mos pasur asnjë mundësi shpëtimi, rënja ishte fatale. Kur ekipet e mirëgjente mbërritën në vend ngjarje, ata konfirmuan se Gylli kishte ndruar jetë menjëherë nga plagët e rënda. Trupi i saj u dërgua më pas në morgun e spitalit trajnues dhe kërkimit në Yalova, ku do të bëhej dhe ekzaminimi mjekoligjor. Por hetimet u hapën menjëherë. Lajmi u përhap me shpejtësi në media turke dhe ndërkombëtare, duke shkaktuar konfuzion dhe thashë theme mbi shkaqet e vdekjes së saj. Disa dyshime nisën të qarkullonin, duke ngritur pikpyetje apo pyetje nëse bëj fjalë për një vetvrasje apo për një aksident apo dikush e ka shtyrë. Domethënë janë këto tre gjërat që në fakt qarkullojnë, që këtu përfshihen edhe dy fëmijët e saj. Por autoritetet turke përmes zyrës së guvernatorit Yalova dhe policisë vendore konfirmuan se vdekja po trajtohej si një aksident tragjik dhe jo si akt i qëllimshëm. Edhe familja e saj, sidomos vajza që ishte pranë saj në momentet e fundit, mohoi kategorikisht që Gylli të kishte ndërmarrë një hap të tillë. Në orët e para pas ngjarjes, lajmi fillimisht u shpërnda vetëm në disa portale lokale të Yallovës, por shumë shpejt ai u përhap si zjarr në bar të thatë në rrjetet sociale. Në pak minuta, hashtagu me emrin Gylli filloi të ngjitej në listën e më të kërkuarve në shtetin e Turqisë. Stacione televizive kombëtare ndërprerën programet e tyre për të dhënë lajmin e hidhur, ndërsa titujt e mëdhenj në ekranet shënonin këngëtarja e dashur Gylli ka ndruar jetë. Ky njoftim i papritur u bë si një tronditje kolektive, ku njerëzit nuk donin ta besonin. Shumë fansa menduan fillimisht se ishte një lajm i rem, një thashë themi zakonshëm i rrjeteve sociale, por për fat të keq, çdo minutë që kalonte sillte më shumë konfirmime. Në rrugët e Stambollit, në kafene, në restorante ku këngët e saj kishin qenë gjithmonë pjesë e përditshme, njerëzit filluan të ndalnin bisedat e tyre dhe të shikonin ekranet me sy të përlotur. Mesazhet e fansave vërshuan pa pushim, duke kthyer lajmin e saj në kryefjalën e ditës. Për shumë kënd ishte sikur një pjesë e kujtimeve të rinisë së tyre të kishte vdekur me të. Meloditë që i kishin shoqëruar në netët e vetmisë apo në festat familjare tashmë morën një kuptim të ri. Ato u kthyen në një kujtesë të një zëri që nuk do të dëgjohej më kurrë live. Humbja e Gylli la një boshllëk të madh në muzikën turke. Shumë artistë, kolegë të saj dhe figura publike shprehën ngushëllimet e tyre, duke e përshkruar atë si një grua të fortë, një këngëtare të pasionuar dhe një njeri që i dha publikut të gjithçka që kishte. Në rrjetet sociale, mijëra fansa ndan kujtime, video dhe këngët të saj, duke e kujtuar si një ikon të një epoke që shënoi muzikën turke. Mesazhet ishin të mbushura me mall, me dhimbje dhe me shumë respekt. Ndërkohë, familja e saj u mblodh për të organizuar ceremoninë e barimit, ku pritet që shumë dashamirës dhe artdashës të marrin pjesë për t'i dhënë lamtumirën e fundit të një zëri që
kur nuk do të harohet. Edhe pse jeta e Gyllis u ndërprer në mënyrë tragjike, muzika e saj do të mbetet si një kujtim i pavdekshëm. Ajo ishte më shumë se sa një këngëtare, ishte një rrëfimtare i jetës, dhimbjes dhe dashurisë, një zë që arrinte të prekte shpirtin e kujtdo që e dëgjonte. Vdekja e saj e papritur është një kujtesë e hidhur se sa e prishtë është jeta, por për ata që e kanë dashur, për ata që janë rritur me këngët e saj, Gylli nuk ka vdekur, ajo do të jetojë përgjithmonë përmes melodive që na la trashëgim.